Televotimi i kësaj jave në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka sjellë një përballje të fortë dhe mjaft të komentuar mes tre banorëve, duke rritur ndjeshëm tensionin dhe interesin e publikut për spektaklin. Në nominim këtë herë janë përfshirë tre emra që kanë qenë shpesh në qendër të vëmendjes gjatë ditëve të fundit: Juela, Shndriti dhe Edisa. Gjatë kësaj periudhe, publiku ka qenë tepër aktiv në rrjetet sociale dhe në votime, duke dhënë mendimet e tyre dhe duke mbështetur banorin e preferuar. Komente, debate dhe analizat kanë qenë të shumta, çka tregon se kjo përballje ka zgjuar interes të madh. Sipas rezultateve të një sondazhi jo zyrtar, renditja aktuale paraqitet si më poshtë. Edisa kryeson me 58% të votave, e ndjekur nga Juela me 27%, ndërsa Shndriti renditet i fundit me 15%. Këto shifra sugjerojnë qartë një diferencë të konsiderueshme mes banorëve, duke e vendosur Edisën në një pozitë të rrezikuar. Bazuar në këto të dhëna, Edisa shihet si kandidatja kryesore për t'u larguar nga shtëpia në spektaklin e mbrëmjes. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto rezultate nuk janë zyrtare dhe gjithçka mund të ndryshojë deri në momentin e fundit. Publiku shpesh ka surprizuar me vendimet e tij, ndaj mbetet për t'u parë nëse ky trend do të konfirmohet apo nëse do të ketë një kthes të papritur. A do të largohet vërtet Edisa apo një tjetër banor do të lërë shtëpinë? Gjithçka do të zbulohet gjatë spektaklit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.